Se hani rrush, këtë duhet ta dini me patjetër, trajton këto probleme. Ekstrakti i rrushit të zi është një recetë e mrekullueshme kundër sëmundjeve në zemër. Studimet e fundit vërtetojnë se rrushi në formën e papërpunuar është shumë i shëndetshëm më shumë se çdo frut tjetër i vjeshtës. Ka fibra të lëvozhgat e tij dhe gjithashtu mund të ofrojnë përfitime më të mira për organizmin. Ekspertët cilësojnë rrushin e zi si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese që duhet të jetë pjesë e pandare e organizmit tuaj. Ata e cilësojnë rrushin e zi si një zgjidhje efektive për të përmirësuar kështu kushtet e shëndetit të zemrës. Eksperti i rrushit ka treguar se ekstrakti i rrushit të kuq zvogëlon presionin e gjakut, nivelin e kolesterolit deri në 14% dhe si shtesë e një diete mesdhetare e bazuar në ver, vaj ulliri dhe domate, rreziku i sëmundjeve në zemër do të ulet me 50%, citojnë ekspertët health.com. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë